Pra, futbolli është dëshmuar si një sport masovik në të shumtë të rasteve dhe realisht futbollistët e rinj e krijojnë herët lidhjen me futbollin. Ka nga më të ndryshmet, por mysafirin që e kemi sonte në studio, besoni apo jo, 4 vjet e diçka ka qenë, 4 vjet e gjysmë, kur ka kërku me u përfshi në futboll, edhe me u marr me lojën e futbollit. Shumë herët për një fëmijë, për këtë moshë, por dashuria ndaj një sporti nuk nje kufi dhe kjo dëshmohet në të shumtën e rasteve. Sonte me neve është në studio Jon Pireva, një futbollist i ri kosovar që po i synon majat e futbollit. Jon, faleminderit shumë që je sonte me neve. Faleminderit edhe juve për ftesën. 4 vjet e gjysmë tha ke fillu me futbollin, ke kërku vetë realisht me kuadrin futboll. Unë ja kum fillu futbollit prej moshës 4 vjeçare. Arsyeja pse ja kum fillu çaqerët është duke shiku futboll si Messi dhe Ronaldo që më kanë shti me fillu futbollin, komëron dashni me sportin dhe alo stërviti, ushtroj, kam pasion për këtë sport. A është e vështirë më marrë me futboll? Për kësaj që ke përjetu deri tash? Jo, nëse e dën ti këtë sport, ki vullnet dhe krijon disiplinë, nuk është as pak e vështirë me lu dhe me ushtrim. Ti nikosisht duhet me majtë edhe shkollën edhe futbollin. Sa është e vështirë? Po nuk është aq e vështirë se duhet me kriju një balans mes shkollës dhe futbollit që me kanë mirë në të dy, atë sport edhe shkollë, po shkolla është primare. Qysh ja bën sa herë keni stërvitje për shembull në futboll edhe kur i ndan aktivitetet me shkollën kur duhesh me mësu? Qysh ja bën për shembull gjatë javës? Në futboll kemi 4 deri në 5 herë një javë stërvitje plus lojë 6. Me shkollë shkoj prej orës 7 deri në 3, por lirona më herët për shkak të stërvitjes. Tani vazhdoj prej stërvitje prej 2:30 deri në orën 4 dhe pastaj merrem veç me aktivitete shkollore. Perfekt. Ku ke fillu me futbollin realisht, te kush? Në futbollin ja kum fillu prej moshës 4 vjeçare deri në 6 në shkollën e futbollit Zidane, ku jam trajnuar nga trajneri Muhamet Dragusha, e falenderoj shumë dhe kam trajner në regionin e Kosovës, Prishtinës. Pastaj kam fillu në Prishtinë ku hopat e parë kam marrë nga trajneri Azem Ahmeti, kam vazhdu me trajnerat e gjeneratave të ndryshme. Azem Ahmeti për ndryshe dhe Muhamet Dragusha janë dy për futbollistëve që kanë lënë gjurmë futbollin e Kosovës, po më gjatë kanë qenë pjesë e Superligës, ekipeve të ndryshme, sidomos Azem Ahmeti ka lënë gjurmë te skuadra e Prishtinës. Ti je tash pjesë e grupmoshave U15. Po. Je dhe kapiteni i skuadrës. Po. Qysh është ndjenja me qenë kapiten i Prishtinës? Po flasim për grup mosha, po realisht është emri i Prishtinës. Po, është shumë ndjenja mirë sepse je kapiteni i skuadrës më të madhe në Kosovë, e përfaqëson ekipin dhe kapiteni si kapiten ka përgjegjësi për ekipin, do të me mbështet ekipin dhe do të me qenë lider në fushë. A është e lehtë me qenë kapiten? Jo, nuk është as pak e lehtë sepse ti ai përgjegjësi në fushë, ti je lider në fushë, me një farë lloji je trajner në fushë, do të me mbështet ekipin maksimum, edhe nëse je të fitu ose të hup. Pozita që ke zgjedh me lujt? Pozitën që ma kanë caktu trajnerat kam qenë me fushor, por tash luj edhe mbrojtës, sipas trupit tim, unë luj mbrojtës, kam pasion për këtë pozitë dhe luaj shumë mirë. Pra je në pozitën e qendër mbrojtësit? Po. Zakonisht thuhet në futboll, kur je në pozitën e qendër mbrojtësit me shiritjen e kapitenit, bëhet më e lehtë udhëheqja e skuadrës se e ki ekipin përpara. Nuk është edhe shumë e lehtë sepse ti ki përgjegjësi, por edhe është e lehtë në kohën e njëjtë sepse ti e sheh të gjithë fushën dhe e udhëheq ekipin përpara. Me sa kuptova unë, këtë sezon jeni pa humbje. Po, pa humbje, jemi dha asnjë parazim. Krejt fitore. Sa është krenari për kapitenin, sa është krenari për ekipin? Është shumë krenari sepse kemi bërë një punë shumë të mirë gjatë verës dhe gjatë pushimit, kemi stërvitur për stërvitim ende për mu përmirësu aq më mirë çdo ditë. Kone keni trajner tash te ekipit? Trajner tash e kemi Fidan Toçanin. Fidan Toçanin? Po. Sa jeni të kënaqur me ta, sa keni arrit mu? Jemi shumë të kënaqur sepse kemi marrë shumë përmirësime nga ai, kemi stërvitur mirë dhe është një prej trajnera më të mirë që kam pas ndonjëherë. Prej trajnera më të mirë që kam pas ndonjëherë. Po përveç kësaj, ty më pas ka ardhur ftesa, normalisht fal paraqitjeve që i ke bën fushë, ka ardhur ftesa e kombëtarës U15, kisha pas qef me ditë ç'ish është ndjenja kur të fton kombëtarja e Kosovës në ngërmullim. Është shumë ndjenja mirë se ty po të thirr shteti yt dhe normal unë e pranoj ftesën dhe kam qenë shumë falënderues sepse un kam punuar dhe e kam merituar të hi në kombëtare,
është shumë ndjenja mirë se përfaqësoj shtetin tim ku jam rrit dhe ku jam lind. Për zgjedhje se keni pas Elena Albanin dhe keni marrë pjesë në një turne interesant, siç është turneu zhvillimor që u mbajt në Shqipëri. Tregon pak për ndeshjet që keni zhvilluar atje edhe sa ka qenë e rëndësishme përvoja për ty në aspektin e zhvillimit të ndeshjeve këtij niveli. Atje kemi zhvilluar 3 ndeshje ku kanë qenë me Maqedoninë, Armeninë dhe Shqipërinë. Atje kemi pasu 2 humbje për 1 fitore kemi pasur. Kemi luajtur shumë mirë, është shumë ndjenja mirë sepse ti zhvillohesh çdo ditë më shumë kur luan në kësi lojë, pavarësisht që luan me kombëtare, ka qenë shumë ndjenja mirë. Kemi luajtur mirë, por ky është fati. Prishtina në shumë të rasteve viteve të fundit është treguar si skuadër që ju beson futbollistëve të ri. Ne kemi pa për shembull me Raçin, me Gallapenin. A i përcjell ndeshjet e Superligës edhe kush sipas teje mundet me qenë dikush që ti e ndjek si shembull? Si shembull e ndjeki Rena Ahmetin që është një lojtar shumë i mirë dhe ka një të ardhmen shumë të mirë pranë tina. Ai ka luajtur në Dukorrek, por tash luan në Prishtinë dhe e kam si lojtar të preferuar në Prishtinë. Planet e tua janë sigurisht besoj me qëndru te Prishtina, me vazhdu zhvillimin. Tash prej U15 që ta ndryshon gjenerat, a kalon në ekip tjetër apo vazhdon ende me të qëndru te 15? Jo, unë synim e kam që të shkoj sa më lart dhe të synoj Evropën, por tash për tash synoj që të jem në Prishtinë sepse Prishtina ka një shkollë shumë të mirë të futbollit, pavarësisht që i ka gjeneratat e vogla, nështë të them mund pak ma të dobta, por gjeneratat e mëdha i ka shumë të mira, kështu që unë synoj që gjeneratat e mëdha t'i mri. Luan pozitën e qendërmbrojtësit, po nëse të pyet dikush kush është le të themi thojza idhull në futboll modern evropian që ti e kishe marrë si shembull në këtë pozitë, kush kish me qenë për ty? Shembull në këtë pozitë tash për tash po folim, e kisha marrë shembull Virgil van Dijk. Ai është kapiteni i Liverpoolit, është lider në fushë dhe është një mbrojtës fantastik. Çka të bën me pëlqy te Van Dijk për shembull? Van Dijk ka komunikim mjaft mirë, është lider në fushë dhe nuk besoj që është i pakalueshëm. Besoj që është i pakalueshëm në atë pozitë. Për cilësitë që i ka. Van Dijk a ka opcion tjetër apo mbetesh vetëm te Van Dijk? Ka plot tjerë, por Van Dijk më pëlqen më shumë ti. Është e kam idol në këtë pozitë. Në futboll evropian, cila ekip të pëlqen ka stili i futbollit? Prej moshës 4 vjeç që në përcjeli ekipin Bayerni më ka pëlqyer shumë dhe shikoj mjaft tani. Qysh po do këtash Bayerni? Bayerni është një super ekip tash, ka vetëm një humbje, vetëm një humbje kundër Arsenalit dhe të gjitha fitore me një barazim. Është super ekip në super formë me trajnerin Vincent Kompany dhe janë duke kaluar formën më të mirë të tyre. Kur e kanë marrë Vincent Kompany, na kishte besu që Bayerni mundet me ardhur në si momente, se kanë pas njerëz dilema nëse Vincent Kompany mundet më kon trajneri i duhur për një ekip gjigant siç është Bayerni. Nuk kam besuar, them të drejtën, sepse ai ka ardhur nga një ekip shumë i dobët Burnley që e ka qitur nga Premier Liga dhe nuk kam besuar hiç dhe kam qenë mjaft i shokuar kur e kam marrë Bayernin dhe nuk kam pas shpresa, por tani besoj shumë. Edhe ka shndruar në një nga ekipet. Mund të them ekipi më i mirë në botë tani për tani. Po. Nëse pyetesh për Champions League-ën, sigurisht që Bayerni besoj është njërin prej favoritëve. Po kush mendon që është skuadra që mundet me kërcënu Bayernin në rrugën drejt Championsit? Tani për tani ka kërcënuar vetëm Arsenali, ku kanë pas një ndeshje fantastike ndaj neve, por fati s'ka qenë te na, por tash për tash ne duhet të synojmë vetëm për fitore dhe qëllime më të larta. Po nalim me pak edhe te kombëtarja A e Kosovës. Ai ka përcjell ndeshjet kualifikuese për kampionatin botror? Po i kanë përcjellur të gjitha ndeshjet, besoj që kombëtarja e Kosovës mund të kualifikohet për Kupën Botrore se ka shumë potencial me ata lojtarë siç janë lojtarët e ri Aslani, Hajdari që kanë prurje të reja në kombëtare dhe besoj që munden të arritin sa më lart. Kush është dikush prej futbollistëve të kombëtarës që të kalon mas shumë të përshtypje në këtë periudhë? Përshtypje më kalon Fisnik Aslani dhe Hajdari që kanë qenë prurje të reja dhe më kanë pëlqyer shumë, që kanë luajtur me zemër për kombëtarën e kanë jep maksimumin. Dhe Hajdari luan plus pozitën që luan edhe ti. Pozitën time që ka luajtur shumë mirë dhe besoj që është një shtyllë e Kosovës. Fisi është të u kërku pej Bayernit.
Ato kesh bo qefi me pa fisin Bayern? Po më kesh bërë qefi shumë sepse ajo është një lojtarëve i jonë, më kesh bërë qefi shumë sepse do të kemi një solëm të mërshëm, do të them për ekipa tjera. Fisnik Aslani besoj që mund të luaj për Bayernin dhe ti ndihmoj Bayernit shumë në këto vitet e ardhshme, pasi Kane që i ka bërë do vjet do ta zaventsoj dhe do të jetë një prej zavencimeve më të mira që ka pas Bayernin ajë. Kombëtarën e Kosovës tash e presin edhe dy sfida tjera. Njëna është përballë Slovakisë, edhe tjetra e presin fituesin e sfidës në mes të Turqisë dhe Rumanisë. Cila beson se nga këto mund të jetë ndeshja më e vështirë për Kosovën? Ndeshja më e vështirë për Kosovën do të jetë me Rumaninë ose Turqinë, sepse dhe Rumania dhe Turqia kanë një ekip super të mirë. Sidomos Turqia, që ka një pej yllëve më të mdhenjë tani për tani Arda Güler, por me shpresa dhe me ndihmën e trajnerit e lojtarëve e tifozëve mund të arritim sa më nalt. A të ka pëlqyer Franco Foda dhe tash çka ka bënë ekipin? Po Franco Foda më ka pëlqyer shumë se ka shndruar Kosovën një prej ekipave më të mira tani për tani mund të them. Nuk e ka pritur as pak kërkosh që mund ta shndrojë në këtë ekip shumë të mirë, por tani jemi në formën më të mirë tonën me trajnerin Franco Foda. Do më thonë, me na pason dikush në fillim që mposhtim Suedin 2 herë dhe mposhtim Slovenin, pak i shkon e besueshme. Po besoj. Jo, nuk ishte qenë as pak e besueshme sepse ne e dim që Suedia i ka dy super ylla të Arsenalit dhe Liverpoolit, Isak dhe Gyökeres. Nuk e kam besuar as pak të them të drejtën, por ja tani, deri këtu kemi arritur me punë dhe disiplinë. Edhe ta shkollimi ka fundi, kisha pas qef me marrë edhe një mendim tonin për kapitenin Amir Ramani, luan pikërisht në pozitën ku luan edhe ti, 2 herë ka fitu titullin me Napoli në Serie A, ka qenë fantastik, është rikthyer tani normalisht pas lëndimit edhe Kosovës. Çka të bën përshtypjet e Rahmani? Ramoni është një prej kapitenave më të mirë tani për tani, është një shtyllë e Napolit dhe u zgjedhur mbrojtësi Serie A-s i vitit. Unë mendoj që Rahmoni është një kapiten dhe lider i Kosovës shumë i mirë që e përkroi ekipin dhe e shtyn ekipin përpara dhe besoj që me ndihmën e Ajdarit dhe Rahmonit do të kemi një dyshe të pazaventueshme në Kosovë. Edhe për fund, planet e tua në vazhdim për këto vite që mbesin tash edhe me Prishtinën po edhe me kombëtarën normalisht. Planet e mia tani për tani janë që të mrij majat e Evropës, kam dëshirë të luaj shumë për ekipin e zemrës Bayernin dhe me kombëtare besoj që ta kem ftesën për U16 dhe të arriti sa më lart. Unë dëshiroj ti shumë sukses dhe shpresoj që vazhdon kështu qysh ke vazhduar deri tash, me qenë lideri i ekipit, me ndihmu ekipit, por normalisht me qenë edhe pjesë e kombëtarës dhe ke kënaqësi me diskutu bashkë për futbollin. Faleminderit shumë për ftesën, falenderoj të gjithë këto stafin, faleminderit edhe prej teje.